E ftuar në një emision ka qenë ish finalistja e edicionit të 4 të Egli Tako, ku ka dhënë një intervistë nga jeta profesionale dhe personale. Artistja ka folur për kalimin nga muzika dhe reality show në drejtimin e një programi televiziv dedikuar fëmijëve, kur u pyet se si po ndihet me eksperiencën e re, ajo u shpreh: "Po ndihem mirë, shumë natyrshëm. Nuk më vjen si diçka që po e bëj si profesion apo si diçka që po e bëj për herë të parë. Më duket sikur e kam bërë ndër vite këtë gjë dhe ndjej veten shumë të lirshme. Jam natyrë emocionale, me thënë të drejtën. Kanë qelluar dhe tematikat që kanë pasur të bëjnë dhe me moshën e tretë, prindrit, janë gjëra për të cilat unë jam vulnerabël në disa terma të caktuara që më bëjnë instinktivisht që prekem", tha Egli Tako. E pyetur nëse ka pasur gjithmonë si qëllim moderimin, Egli u përgjigj në këtë mënyrë: "Si qëllim nuk mund të them, por që e kam ditur se kam premisa për të mbajtur peshën e moderimit, po, e kam nuhatur dhe unë tek vetja ime, si aspekt." Ndër të tjera, Egli zbuloi se ka dhe disa plane që nuk janë bërë të ditura për publikun. Patjetër që e kam në plan diçka tjetër. Nuk është se kam si natyrë që të parashikoj të ardhmen ose të ecën e të, por dua që të bëj mirë atë çfarë po bëj tani. Gjithmonë kam një parapërgatitje të vogël dhe kam një plan B. Jam duke menduar për diçka, por nuk mund ta them konkretisht se çfarë. Deklaroi ajo ndër të tjera, duke zbuluar kështu një surprizë të vogël për fansat e saj. Ne do të rikujtojmë se Egli Tako patë një lidhje dashurie me Gjestin brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, por sapo spektakli përfundoi, ata të dy i dhan fund lidhjes.